Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: çështja e pagjetrave është ende e largë për të zgjidhur. Burma, budistët djegin edhe 2 xhami. Çështja e pagjetrave është ende e largë për të zgjidhur. Çështja e personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë cilësohet si vrima e zezë e traktatit të mundshëm të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Janë rreth 1900 persona që cilësohen të zhdukur. Pas zbardhjen e fatit të këtyre personave, nuk mund të ketë normalizim të mirëfill të raporteve Kosovë-Serbi. Pikërisht për këtë çështje në traktatin e paqes që Kosova po kërkon në raport me Serbinë, parashihet kërkim falje nga ana e Serbisë, sikurdo që kërkohet zbardhja e fatit të personave të zhdukur. Çështja e personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë është diskutuar në takimet e fundit ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Mirëpo, rezultate nuk ka, tha RTK në një emision të saj. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e pagjetrave është ende larg për të zgjidhur dhe rrjedhimisht mund të cilësohet si vrima e zezë e traktatit të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshje Shqipëri-Britani e Madhe. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar firmosën një marrëveshje për heqjen e tatimit të dyfish dhe luftës ndaj evazionit fiskal. Në emër të qeverisë shqiptare, dokumenti u firmos nga ministri I Financave Ridvan Bode. Kjo marrëveshje përbën një hap shumë të rëndësishëm në intensifikimin e marrëdhënieve ekonomiko-tregtare mes dy vendeve, duke eliminuar taksimin e dyfisht në fushën e tatimit mbi të ardhurat dhe tatimit mbi kapitalin, deklaroi ministri I Financave Ridvan Bode. Ndërsa ambasadori I Mbretërisë së Bashkuar Nicholas Cannon vuri theksin se këtë lloj marrëveshje ndihmoi në zhvillimin e ekonomisë, ndërkohë që nevojitet forcimi I shtetit ligjor. Vetëvendosje fton për protestën e 30 marsit në Mitrovicë. Lëvizja Vetëvendosje u ka bërë thirrje sot të gjithë organizatave shoqërore dhe politike që të bashkohen në protestën të shtunën me 30 mars në ora 13 në sheshin Meheuka në Mitrovicë për bashkimin e Mitrovicës dhe kundër marrëveshjes së dëmshme që pritet të nënshkruhet në Bruksel me 2 prill. Vetëvendosja po ashtu ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve, kompanive transportuese, të gjithë njerëzve me vullnet të mirë që të shtunën të kemi solidaritet në ndihmë logjistike, ndihmë në transport e të tjera, për ta mundësuar ardhin e qytetarëve nga në mban Kosova në të bimin protestues në një numër sa më të madh, ka thënë lëvizja Vetëvendosje. Burma, budistët djegin edhe 2 xhami. 10 persona janë arrestuar në lidhje me dhunën e fundit ndërfetare, ndërkohë që në mesin e sulmuesve janë parë duke vrapuar rrugëve edhe klerik budist. Fshatarët budist kanë shkatëruar edhe 2 xhami dhe 50 shtëpi në dhunën ndërfetare që ka përfshirë Burmën ditëve të fundit. Një grindje e zakonshme ndërmjet një tregtari musliman dhe një blerisi që ka shpërthyer rreth 130 km larg qendrës Naypyidaw është shndruar në konflikt të ashpër si pasojë të cilit janë djegur kuartet të tëra me shtëpi dhe xhami muslimane, ndërkohë që trupat e pajet kanë ngelur me ditë të tëra rrugëve të vendit. Përleshjet kanë ndodhur për 3 ditë radhazi në Mejktila, përderisa autoritetet nuk kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme ditën e shtunë dhe Austria ka marrë përsipër kontrollin ndaj kësaj qytete. Hakerët shqiptarë thyen faqen e DSS-s. Hakerët shqiptar kanë thyer sajtin e Partisë Demokratike të Serbisë në zënjën dhe kanë shkruar: Kosova ka qenë dhe do të mbetet shqiptare dhe jo serbe. Serbia ka shtetin e vet, por jo Kosovën, njofton B92. Në sajt është vendosur flamuri shqiptar dhe mbi shkrimi hakerët e artë të Kosovës. Në fund të tekstit është shkruar rrodh Shqipëria etnike. Mijëra të rinj tunizian po luftojnë kundër regjimit sirian. Qeveria e Tunezisë është duke hetuar një rjet që besohet se janë dërguar të rinj për të luftuar në Siri. Lajmin e bëri të ditur Ministria e Drejtësisë. Sipas mediave lokale, mijëra të rinj tunizian janë rekrutuar nga rrjetet lokale dhe rajonale dhe po luftojnë kundër forcave qeveritare në Siri. Presidenti tunizian Moncef Marzouki tha javën e kaluar se luftëtarët të kthyer nga Siria mund të kërcënojnë përpjekjet për të rivendosur sigurinë në Tunezi. Qeveria shpreson të mbajë zgjedhjen në dhjetor dhe në këtë mënyrë të ndihmojë për të shpëtuar një tranzicion demokratik në vendin që nisi pranvera arabe. Ministria tuneziane e drejtësisë u kërkoi njerëzve të cilët merren me rekrutimin e njerëzve për të luftuar në Siri për të kontaktuar me autoritetet kompetente.
Gjykata e shkallës së parë në Tunizi ka hapur një hetim në lidhje me rrjetet që ndihmojnë tunizianët për të udhëtuar në Siri për luftën kundër regjimit sirian, tha ministria, por kryeministri tunizian Ali Lariad tha javën e kaluar se autoritetet nuk kanë të drejtë ligjore për të ndaluar askën që të udhëtojë në një vend tjetër. Arabia Saudite, spionët e sapo zbuluar janë të lidhur me Iranin. Një qelizë dyshuar e spionazhi që u zbulua javën e kaluar në Arabinë Saudite kishte lidhje direkte me shërbimet e inteligjencës së Iranit, raporton Ministria e Brendshme e Mbretërisë. Hetimet paraprake dhe provat fizike janë mbledhur, si dhe deklaratat e të pandehurve në këtë rast kanë zbuluar një lidhje të drejtë për drejtë midis kësaj qelize dhe shërbimet iraniane të zbulimit, tha një zëvënës i ministrisë në një deklaratë. Më 19 mars, Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite në Riyadh tha se autoritetet kishin arrestuar 16 saudit, një iranian dhe një shtetas libanes në 4 rajone. Por mediat iraniane kanë mohuar çdo lidhje me qelizat të dishuara spionazhi. Arabia Saudite dhe pjesa tjetër e gjirit kanë marrëdhënie të tensionuara me Iranin, për arsye se Irani mbështet protestat e opozitës shiite në Bahrein, duke përpjekur kështu për të destabilizuar gjendjen. Sipas agjencisë Press Arabia, të dishuarit u gjetën në Mekë, Medinë, Riyadh dhe provincën lindore, aty ku pakica shiite e vendit është e përqendruar. Ndërkohë Ministria e Jashtme e Iranit mohoi të dielën akuzat e Arabisë Saudite për përfshirjen e vendit në grupin e spionëve të dishuar. Zëvendësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ramin Mahman Parast, mohoi se një shtetas iranian ishte përfshirë në spionazh dhe e quajtur akuzat skenare të përsëritura. Siri, Asad Rimer, një pjesë të Homsit, shkakton 10 viktima. Predhat e hedhura në disa fusha të Damaskut kanë vrarë të paktën 4 njerëz, tha një zyrtar i qeverisë, ndërsa aktivistët antiregjimit thanë se trupat siriane të Asadit kapën kontrollin e një lagje në Homs, që konsiderohet si një simbol i opozitës ndaj regjimit të presidentit Bashar Asadit. Rimarja e rajonit Baba Amr erdhi pasi përfaqësuesi i opozitës u ul për herë të parë në një samit të Ligës Arabe duke përfaqësuar Sirinë. Kjo është një rritje ndjeshme diplomatike për opozitën siriane. Baba Amr është një lagje e varfër kryesisht sunite, është simboli lëvizjes shërimtare, së pari për protestat e saj dhe më vonë për grupet armatosura që dolën kundër krimeve të regjimit. Burma, budistët djegin edhe 2 xhami. 10 persona janë arrestuar në lidhje me dhunën e fundit ndërfetare, ndërkohë që në mesin e sulmuesve janë parë duke vrapuar rrugëve edhe klerik budist. Fshatarët budist kanë shkatëruar edhe 2 xhami dhe 50 shtëpi në dhunën ndërfetare që ka përfshirë Burmën ditëve të fundit. Një grindje e zakonshme ndërmjet një tregtari musliman dhe një blerisi që ka shpërthyer rreth 130 km larg kryeqendrës Naypyidaw është shndruar në konflikt të ashpër, si pasojë të cilit janë djegur kuartet të tëra me shtëpi dhe xhami muslimane, ndërkohë që trupat e pajet kanë ngelur me ditë të tëra rrugëve të vendit. Përleshjet kanë ndodhur për 3 ditë radhazi në Mejktila, përderisa autoritetet nuk kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme ditën e shtunë dhe Austria ka marrë përsipër kontrollin ndaj kësaj qyteze. Dëgjuat edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radio Pendim.